Muzeu Historik i Shkodrës përbën një hapësirë aktive, kulturore dhe edukuese me synimin për të bërë më tërheqës veçanërisht për të rinjt, përmes organizimit të aktiviteteve me karakter historik dhe letrar, si edhe bashkëpunimeve me institucione të tjera kulturore dhe arsimore. Muzeu përshëndrohet në një pikë referimi për ndërveprim dhe njohje të trashëgimisë. Ka interes. Nuk mund të themi që është në ato pritshmëritë tona, sepse tashmë jeta ka marrë një vrull tjetër në aspektin teknologjik, inovacionit, gjitha këto janë element që në një farë mënyre edhe distancojnë nga pjesa historisë, trashëgimia, por ajo çfarë unë e shoh ndoshta edhe si një detyrë dhe përgjegjësi e jona në këtë rast, është që ta sjellim pak edhe një formë inovative faktin muzeal tek fëmijët që ta bëjmë më tërheqës, më interaktiv, që ato të vinë në muzej. Ne kemi disa plane të vogla, të shohim për vitin 2026 se sa mund të realizojmë, por edhe me universitetet, qoftë me departamentin e arteve, qoftë me departamentin e letërsisë, kemi zhvilluar disa aktivitete të vogla për sa përket procesit kërkimi shkencor për literaturën që ne posedojmë në bibliotekën e muzeut. Gjatë vitit 2025, rrjeti i muzeve të Shkodrës ka regjistruar rreth 35.000 vizitor, ku pjesën më të madhe të të huajve e kanë përbërë turistët nga vendet e Europës. Si pjesë e këtij rrjeti, Muzeu Historik i Shkodrës u ofron vizitorëve një udhtim në kohë përmes eksponateve arkeologjike, objekteve etnografike dhe pikturave të mjeshtërve të mëdhenj shkodran, duke pasqyruar identitetin dhe zhvillimin historik të qytetit.